Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa sallim ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. E falenderojmë Allahun, krijuesin dhe drejtuesin dhe mbikëqyrësin e gjithësisë, dhe lutim Allahun ta lavdërojë dhe shpëtojë dhe bekojë profetin ton Muhammed, familjen dhe shokët e tij. Sonte jemi mbledhur në xhamin e kombinatit këtu në kuadrin e veprimtarive dhe ligjëratave që organizon Meftinia e Tiranës, Zoti e shpërblet, me hoxhallar nga qarku dhe qyteti i Tiranës. Dhe sonte, inshallah taala, ne do të kemi një ligjërat me hoxhën dhe hafizin Abdullah Nela, Zoti i shpërblet, për përgjigjen e ftesës, i cili ka një temë të ndjeshme, të prekshme, e cila mund ta quajmë nga fenomenet e kohës në cilën ne e kalojmë sot, që ka të bëjë me pasojat e braktisjes së Kuranit. Normalisht që gjëja e parë që mund të shkojmë mend dikujt është që Kurani në braktisjen e tij ka bëjë thjesht me braktisjen fizike, për leximin e tij ose mos kapin në Kuranin në dorë, por është shumë më i gjerë se kaq, dhe besoj se hoxha do ta preki këtë gjë. Dhe hoxha duke qenë nga vetë nga mësuesit që japin mësim Kurani, edhe ndjejnë më shumë dhe analizojnë dhe e hedhin si problem më shumë se kushdo tjetër, dhe jetojnë më shumë të problemin e braktisjes së Kuranit. Pa u zgjatur, ne ja lejmë fjalën hoxhës, Zoti e nderoft, dhe dhon Zoti sukses e bereqet, e mirësi. Në këtë temë tepër të rëndësishme, që mendoj që nuk duhet ta lej askush pa e dëgjuar të paktën, dhe prezenca juaj është e nderuar dhe respektuar, Allah e shpërblet, i dhon Zoti bereqet e mirësi dhe shpërblet të mirë në këtë botë dhe botën tjetër për prezencën tuaj, dhe ja lejmë fjalën pa u zgjatur hoxhës, Zoti e nderoft. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Në emrin e Allahut, të fuqishmit, mëshiruesit, falenderimet i takojnë vetëm Zotit gjithësisë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi dashmin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu ja shpërbleft hoxha Tinit, kolegi vjetër, njohur vjetër. Inshallah, Zoti me mëndin e vetë, siç na bashkoi për mirësinë dynja na bashkoft edhe në ahiret. Allah i shpërbleft edhe në Meftinisë Tiranës, se me vërtet robi besimtari ka nevojë ta presi çik Ramazanin ndryshe. Dhe me këto aktivitete në flladet e Ramazanit, sikurse ka thonë edhe profeti alayhi salatu wassalam, Allahu ka dërgon fllade her pas here. Prandaj ju ekspozojeni atyre. Robi duhet ta presi çik ndryshe këtë muaj të madhërishëm. Allah subhanahu wa taala në surën Bakara shumë qartë e thot dhe ka përmend domethënë njërin nga veçantitë e Ramazanit, ku thot shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Muaji i Ramazanit, muaji në të cilin ka zbritur Kurani, i cili është udhëzim për njerëzit. Pra, e ka veçorinë e vet. Mirë po, neve në konceptin ton, edhe në përgjithësi kur trajtohet zakonisht kjo temë, thjesht ajo rëndësia që ka leximi i Kuranit, sevapi që ka leximi i Kuranit, dhe kjo është bazë, sepse Allahu subhanahu wa taala Kuranin në vetvete e ka bërë sevap, leximin edhe ndëgjimin e tij. Pa hy pastaj më thellë, po thjesht vetëm ke leximi, ke ndëgjimi i tij ka dhënë sevap Allahu në madhin e vet. Ka gjë më të madhe se sa të ngjesh të lexosh fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, problemi nuk qëndron këtu. Problemi qëndron ke ana tjetër, dhe me vërtet kjo është një temë shumë e ndjeshme, shumë problem. Do të thonë, ne do të dalim në disa detaje se çfarë pasojë ka braktisja, lënia e Kuranit mas dore, të përmendim disa gjëra, po me vërtet është e rëndë për mua që e flas, do të thonë për rangun e hoxhallarëve po të them, po edhe për xhamatin, sepse është një diçka që askush prej nesh nuk ka justifikim, asnjëri. Të gjithë ne, sepse Allahu subhanahu wa taala Kuranin kur ka zbritur për gjithë besimtarët. Nuk thot më në ajet Kurani, ja ju hela imme, o ju imam, ose o ju hoxhallar,
nuk thot aty thot ja ju helladhina amanu, o ju që keni besu, gjithë ne kena besu. Ja ju hennas, o ju njerëz, gjithë përfshihen aty. Pra, nga do ku ta marrësh dhe marrësh, po, hoxha, dietari, ai që është përkushtuar nga dia, ka një farë specifike më shumë sepse ai thellohet në kuptimet e Kuranit, i shpalos ato ke tjerët, paskush i s'ka justifikim. Zoti më mandin e vet gjuhën e Kuranit e ka bërë. Ka diçka të kuptueshme për gjithë, ka dhe detaje tjera thella që e kanë të zotët e dijes në dorë. Ama gjithë marrin pjesë në të. Allah subhanahu wa ta'ala e thot وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به. Por se ne e bëm Kur'anin dritë që udhëzojmë me të që duam prej robëve tanë. Allah subhanahu wa ta'ala këtë libër e ka bërë litar. Një anë në qiell, një anë në tokë. Imagjino robi nëse është në momente të rrezikshme ndet, siklet, do i litar, do i gjohë që ta shpëtoj, ta nxjerri, t'i japi shpresë. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala neve na ka bërë Kur'anin. Dhe përmendet në hadith që një anë e tij është në qiell dhe ana tjetër është tokë. Prandaj kapuni fort me të. Në hadith i dashmion alayhi salatu wassalam thotë: inni tarikun fikum ma in tamassaktum lan tadillu. Un kam lënë tek ju diçka që ju nëse kapeni fort me te nuk do të humni. Libri i Allahut dhe suneti i profetit. Në hadith tjetër thotë ath-thaqalain, thaqil do thotë i rënd. Pra dy gjërat që kanë peshë të madhe. Thotë Kur'ani, kush kapet me te udhëzohet e kush e lën shkon në humbje. Pra ajo baza e parë që është prej Kur'anit familjar është se është udhëzim për ne. Po mirë, si do e marrim neve udhëzimin kur nuk qëndrojmë me te, kur neve nuk lexojmë, nuk e hapim, nuk shohim ajetet, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, si do udhëzohen, si do orientohen, si do ruajmë besimin, në çfarë mënyre, kush do na majë neve. Shumica, Zot na fal arabi, gjen për vëllezërve që ka 30 vjet në fe. Kur e pyet, me lexu s'di. Ka ngel me Fatihan, të mësuar me ilmihalin e hershëm, gjysma, përshkrimi në shqip nuk është plotësisht i saktë, ka defekte në shqiptim. Pra ka ngelur me atë. Me kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, vetëm me kaq. Edhe ka raste që edhe un jam i vjetër, jam dora vjetër, buka vjetër. Po mirë, nuk e ka marrë njeri mundimin që në thellu pak, me lexu diçka më shumë, me mësu me lexu. A nuk e ka pas asnjëri mundësinë? Pra i gjen edhe këtë gjë. Pse? Dhe shohim për shembull më mrapa, tashti në kohën e sotme ballafaqosh me lloj realiteti, ku Allahu subhanahu wa taala gjithçka udhëzimin ton, orientimin ton na ka dhënë ke Kur'ani. Vëllezër dashur, braktisja e Kur'anit është disa llojesh. Njëra prej tyre e keqe nuk i ve men ke leximi dhe ke ndëgjimi i tij. Si dhe me në Kur'anit, ku Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar neve utlu ma uhiya ilayka min utlu ma uhiya ilayka min al-Qur'an. Lexo çfarë të shpallur ty prej Kur'anit. Në ajet tjetër thot profeti alayhi salatu wassalam, sikur po donte me na tregu neve çfarë është kjo feja, për çfarë është urdhëruar. Wa umirtu an akuna min al-muslimin, dhe jam urdhëruar që të jem prej besimtarëve,
pra atyre që janë nënshtruar Allahut Azza wa Jall, wa an atlu al-Quran, dhe ta lexoj Kur'anin. Pra është urdhër prej Zotit të gjithësisë. Ne mos ta kujtojmë se çështja e leximit të Kur'anit është thjesht diçka opsionale. Namazin e kena vajib? Fars? E kena vajib fars. Me këtë ajetin po na e qartëson fare mirë profeti alayhi salatu wassalam që neve jemi të urdhëruar që të jemi besimtar, jemi të urdhëruar të lexojmë Kur'anin. Kjo është ushqimi jon. Thot profeti alayhi salatu wassalam, lexo Kur'an, alejke bi tilawati al-Quran, fa innahu nurun laka fi dunya, sepse është dritë për ty në dynja dhe pasuri për ty ditën e Kiametit. Leximi i Kuranit. Pra, njëra anë e braktisjes fillon çyke hapi i parë ke leximi, ke shpletosja, pa hyrë ke kuptimi. Tjetra, e dyta, me ndigju me i vu veshin. Ndigjimi i veshit, vendosja veshit. Pra, kur lexohet Kurani, me i vu veshin. Kur thot dikush që ka thonë Allahu Azza wa Jall dhe të përmend një ajet Kurani, me i vu veshin, jo me i këtë shpinën. Pra me ndigju, me qeni vëmendshëm, ke shpallja e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa idha quriya al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dhe kur lexohet Kurani, dhe këtu nuk është thjesht leximi i Kuranit, ja po ulemi, po hapim Kuranin, po ju lexojmë. Mos harrojmë që leximi i Kuranit është edhe këtu ke ligjërata, a lexojmë neve ajet Kurani? Leximi i Kuranit është edhe ke hutbja xumos. Kur imami flet, imami ligjëron, hatibi përmend ajetet e Kuranit, përmend fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo me ritm me celularin gjatë hutbes xumos, por se me i vu veshin. Sepse bëhet kundërshtari, i ka kthy, e ka braktis në këtë që përmend Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetra dhe këtu fillojmë me problematikat e shumta. E morëm ke më e leta, leximi, ndëgjimi, tashti kemi anën tjetër. Me u thellu në kuptimet e Kuranit. Me lexu Kur'anin duke medituar fjalët. Allahu subhanahu wa ta'ala, profeti ton Muhammed alayhi salatu wassalam, Kur'anin ja zbriti në kohë të gjatë dhe urdhëroi në shumë ajete e keqe, shiko, medito, reflekto, qyr popujt më përpara, qyr malet, qyr kafshët, qyr universin, gjithë çka na urdhëron neve Allahu subhanahu wa ta'ala. Përse? Po të reflektojmë, të shohim madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Nëse neve nuk futemi, nuk thellohemi ke libri i Allahut Azza wa Jall, nuk rrim duke e përjetu ajetet e Kur'anit familjar, si neve do ta ngrejmë madhështinë e Allahut në zemrat tona? Me çfarë gjoje? Nuk është ajo on off, domethënë sikur jetunez në kondicionera në gjë tjetër, start stop, tak, e shtype butonin edhe, hop, u mush zemra me iman. Ajo do kaliti, ajo do punë profeti alayhi salatu wassalam, prandaj kur dolën sahabët, ato të vjetrit, sidomos brezat e parë të tyne, ato ishin të papam, me marrë me lexu historinë e tyne, biografinë e tyne, habite, shashtisesh fare, çfarë madhështie imani kishin në zemrat e tyre. Po ishte pra kjo kalitje e vazhdueshme nga i dashmion alayhi salatu wassalam, një edukim i vazhdueshëm dhe një përjetim i librit të Allahut Azza wa Jall, Kur'anit famlar. Prandaj dolën ku dolën. Prandaj neve këtë gjë kemi. Këtë gjë duhet bëjmë, që të arrisim imanin, të shohim ku jemi. Edhe kjo gjë neve na ndihmon shumë, ky meditimi, kjo nxitje, kjo reflektimi që neve duhet bëjmë kur neve lexojmë ajetet e Kuranit, librin e Allahut, fjalën e Tij Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apo nuk po meditojnë me Kur'anin, apo i kanë me dryt mbyllme zemrat e tyre,
ajo zemra, po nuk lexoj, po nuk u zbut me Kur'anin, me fjalën e Allahut Azza wa Jall, në çfarë do gjejmë ne dhe zgjidhje zemrave tona. Allahu na fal. E katërt, dhe pika akoma më vështirë. Kjo është më e vështirë. Puna me vepru, ku jemi neve me urdhëresat që Allah subhanahu wa ta'ala na ka dhënë neve në Kur'an. Në të gjitha fushat, kur marrim neve Kur'anin, neve shikojmë që Allahu Azza wa Jall na ka përmend neve histori të ndryshme, të popujve, të profetëve, të ngjarjeve, ndodhi që ka ndodhur, që nga krijimi i Ademit alayhis salam e deri në kohën e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Kedhalika linuthabbita bihi fuadak, në këtë mënyrë që të forcojmë zemrën tënde. I thot Allahu të dashmiton Muhammed alayhis salatu wassalam, sepse çdo kush që lexon kjo Kur'ani famëlar do gjejë një fushë e cila e prek atë. Ke smunje, ka qenë smun Ejubi alayhis salam. Ke vështirësi, ke siklet, ke shumë gjëra, ke Ibrahimin alayhis salam, ke Jusufin alayhis salam, ke profetët e ndryshëm, të kanë bo zullum, ke se si e shkatroi Allahu Azza wa Jall faraonin e tjetrin popull zullumqar, ke gjithë shka në Kur'anin famlar. Pastaj vim ke veprat, ke imani, po kemi besnimin në njësimin e Allahut Azza wa Jall, besimin në ditën e gjykimit, që vetëm kjo do t'ishte mjaftueshme që robi të rregullonte jetën e tij. Rregullatori, çelësi, rregullues i jetës tonë në tokë është besimi në Allahun Azza wa Jall, një të pashoq dhe besimi në ditën e gjykimit. Se kur neve kemi të qartë besimin në ditën e gjykimit, nuk do rri ona gjithë ditën duke përgoju, nuk do rri ona të haj hakun tjetrin. Dje po shikoja një video të rrënqefte trupin ku njëri kishte shku, ishte egjiptian, vllai veti kishte marrë me letra shpinë. Edhe i thot, o vlla, thot, unë qabe jam thot, po s'kam të bëj dua kundër teje, vetëm po them ki frikë Allahun Azza wa Jall dhe mos vdis, mos prano të vdesësh, mos prano të dalësh, kam frikë se do dënohesh në zjarr xhenemit, se ti e di fare mirë që më ka marrë me zullum. E si ka mundësi që të ndodhi kjo për i personi për shembull që e njeh Allahun Azza wa Jall? Edhe realiteti që neve shohim, jo me vjedhje, jo me korrupsion, me gjithçka, sepse nuk ka besim në ditën e gjykimit, ai nuk e ka konceptin se do dali para Allahut Azza wa Jall, edhe do pyetet. Ai që vret nuk e ka konceptin se ai ditën e Kiametit do të vijë ai që e vrau, do ta kapë prej zvergu, do ta morë dhe do i qisi para Allahut duke i thonë, o Zoti i gjithësisë, pyete këtë pse më vrau, pse mi la fëmijët jetim, pse ma la gruan në vend. Do ta kapi tjetri vllajën e vet, çunin e vet, çdo kush ku tjetër, pse më boni zullum, pse më boni padrejtësi gjithse kushin. Po kush është ai rregullatori? Po është kjo pra besimi në ditën e gjykimit. Po neve Allahu me madhninë e vet na i ka treguar qartë fare neve në Kur'anin famëlar të gjitha këto detaja. Si që neve të reflektojmë. Pra kur neve kemi braktisur Kur'anin famëlar, neve i kemi vu perde syve tona që të shohim këtë realitet. I kemi myllë sytë tonë. Imagjino neve po hecim qorrazi në këtë dynja, duke gjenë sepse jemi larg realitetit. Dhe kjo është shumë e madhe. Pra puna, kur është pyet profeti Muhammed kur është pyet Aisha radhiyallahu anha, çka ka thonë për dashmin ton Muhammed alayhi salatu wassalam? Kana khuluquhu al-Quran, ka qenë morali i tij Kurani. Ka qenë profeti alayhi salatu wassalam, nëse neve do ta mëshirojmë, ta bëjmë mish trup Kur'anin famëlar, do gjeshim profetin Muhammed alayhi salatu wassalam nga përpikmëria që ai e bonte, si mos kur Allahu Azza wa Jall e boni të zgjedhur profetin Muhammed alayhi salatu wassalam më të mirin e krijesave. Prandaj ai ishte zbriste shpallje dhe ishte mëshirimi i kësaj shpallje, u dukte qartë ke vepra e tij, ke puna e tij, gjithçka. Prandaj i tha Aishës radhiyallahu anha, e fela akunu abdan shakura, a mos jem una rob falënderues për këto mirësi? Nuk e majtën e herë, përkundrazi, profeti u ngrit lart në qiell, pa atë që Xhebraili nuk e kishte pa në qiell. Imagjino Xhebraili voj lart i melekëve. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam shkoi dhe pa më shumë se sa Xhebraili alayhi salam. Edhe prapë kur u kthyn tokë, përvesh i mongët për më shumë për kushtim ndaj Allahut Azza wa Jall.
Pra neve dita ditës, kjo është ajo mangësia që neve na lën mbrapa. Ajo që neve nuk ulemi të shfletojmë dhe të meditojmë. Sepse të gjithë çka që na e ka përmend Allahu Azza wa Jall, ne e kemi realitet. Edhe sot, mjafton ke kamerat e sigurisë. Imagjino ti ke kamerë këtu, në veten tate, domethënë kena engjëj, po e flasim me gjuhën e sotme, ke kamerë që të ngjav, të regjistro ty në çfarë kur hyne, kur dole, çfarë bone, çfarë the, gjithçka me detaje, një. Këtë e me like. Kur kamera ne, kur ka ndonjë problem, ne vjedhje na gjë çfarë, direkt hapim i çik kamerat e sigurisë, morim minutin, gjithë munona vëjm kamera sa më të mira që ta kapi fytyrën më mirë. Kurse tu i kemë me engjë, tak me tefter, s'ka asgjë. Një me detajet më timta. Neve çdo gjë të qoftë xheneti, qoftë xhehenemi, qoftë çfarë do gjëje, Allah subhanahu wa taala na ka dhënë diçka që ne ta shohim në dynjë. Mirë po kur ne jemi larg Kur'anit, dalim këtu ku jemi sot që s'ka kufi njeri në korrupsionin e vet, në pislikun e vet, në të keqen, në gibetin, në përfoljen, në bërjen keqe, gjithçka. Zoti më madhin e vet na fal. Dhe pika e tretë që neve e harrojmë shumë është shërimi me Kur'anin. Braktisja kjo ana e shërimit. Allah subhanahu wa ta'ala çka ka thonë për Kur'anin? Shifa, ka përmend shërim. Kjo nuk do të thotë që mos shkosh ke mjeku. Përkundrazi. Po ta shëro zemrën, ta qetëso zemrën, të jep shpresë të madhe ke Allahu azza wa jall. E din që ti kur bën durim ke sevap të madh. Mirë po neve na ka humb durimi, na ka humb gjithçka, ne u bubujat, smunja keqe, kancer, tumor, çdo gjë, tensionohet robi, vdes para se më i datë shpirti. Ama ai besimtar i cili është lidhur me Kur'anin, shkon ke mjeku, çat ke bëu Zoti kismet. E lutim Allahun ta bëj shërim, ta bëj pastrim, i përkushtohet Allahut me dua, çat bëj Zoti. Neve hecim me gjykimin e Allahut azza wa jall. Çfarë do Zoti bëhet, çfarë don Allahu do shkoj në vend. Po durove me dëshirën tate ke shpërblim ka Allahu, ama ti do durosh, atë dhimbjen do e kalosh gjithë çka ke për ta kaluar. Po ndryshe besimtari i cili shpreson shpërblimin ka Allahu azza wa jall, ndryshe tjetri i cili filloi qaj mallkon bon hatan. Pra robi fillon me Kur'anin, shëroni çik zemrën e tij, i lexon me njetin e shërimit, nuk ka problem, shkon edhe gjen mjekun më të mirë, nuk rrin vetëm ke kjo. Do të thonë se janë boka herë fiksi magji dhe njerëzit rukje. Po mirë, pse nuk e lexon vetë Kur'anin? Një hoç po thonte. E kisha marrë në telefon një kushërirë vetë. Thot po një që kam magji, nuk po më shkon martesa mirë asgjë. I thot duhet lexosh surën Bakara mrena natës, në namaz. Thot është e vështirë. Nuk di zgjidhje tjetër. Dhe mos i farkohe merr në telefon i thot Allahu ta shpërbleft. Thot kur lexoja u falsha, unë duke u fal nisha qenë moca ujke, dreqe shejtan duke u lëritë duke ashtu në përkon, po nuk e ndajsha namazin. Derisa fillova duke ndi që u largonte nga i qika trupi im dhe tashti jam normalizu gjëra. Pra mos prit të kënoj tjetrin, hoxha t'jep recetën, mënyrën, dhe ti do shkosh do pish ilaçet. Do marrësh Kur'anin, do e lexosh që të shërohesh. Pastaj është punë Kur'ani, e shëron e largon çfarë janë të tjera. Është punë tjetër, shko ke mjeku, shit mjekun, merr ilaçin, ndiqim rregull gjonat dhe vjen shërimi me lejen e Allahut azza wa jall. Vëllezër dashur, çdo gjinof e ka nga një, mund themi, dënim, ose do shpaguhet. Inshallah nuk do të zgjatemi shumë, po janë disa pika. Allahu azza wa jall na ka përmend neve një ajet të frikshëm. Një ajet të frikshëm. I dashmion alayhi salatu wassalam ditën e Kiametit do ankohet për ummetin. Do ankohet. Do thot, wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura
O Allah, o Zot, ja Rab, ymeti im e braktisën këtë Kur'an. Pra imagjino, me qenë ndonjëri pjesë e këtij ajeti, që është anku profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, që do thot për te e ka braktis Kur'anin. Atëherë si e kemi punën tonë? Halli po si të shkojë? Sepse themi që kena në justifikim, nuk e dia a do kemi asun për veten. S'kam në justifikim. Çfarë do them? Nuk ishte kush ta shifte TikTokun, apo Instagramin, apo Facebookun, apo gjë tjetër. S'kishte kohë kush me bo muhabet, kush me pi kafe. Çfarë do I themi? Ja, tash ti më hart edhe ta komplet si jena me na mor. As unë s'kam përgjigje. Ju them sinqerisht. Me çfarë do justifikona? Diçka të pranueshme. Asgjë. Ti jena real. S'ka hyrë në njëri prej nesh në gjendje kome që thotë o Zot, unë kam qenë në gjendje kome, s'kam ditë asgjë. S'kam qenë I vetëdijshëm. Të gjithë ne jena të vetëdijshëm. Të gjithë ne jena koshient. Të gjithë ne po jetojmë realitetin, akoma jena në dynjë. S'na ka ardhur Injilli I vdekjes. Sa aty myllën tefterët, marroj puna. As ka për ta pyet fare, me fal dy rekat, ore as me mor frym s'ka për të pyet. Jo më tepër me bë. As me mor frym s'ka për të pyet. Atëherë çfarë justifikimi do japim neve profetit Muhammed alayhi salatu wassalam kur ti thot Allahu azza wa jall që ymeti im e braktisi këtë Kur'an. Dhe ky është edhe shkaku, braktisja shkaku që Kur'ani do ngrehet ditën e Kiametit. Kur'ani, siç e shohim neve me ato gërmat, do vi një ditë, do çojnë njerëzit, do hapin edhe do gjenë faqe të bardhë, bosh. Do ngrihet Kur'ani. Sepse do e lejnë. Pra, mos t'jena një gjurmë ke kjo, po t'jena një gjurmë ke ajo që ripërtërihet, ringjallet, bëhen hapa që më u kthy te Kur'ani famlar. Vëllezër dashur, prej të këqijave ose problemeve që na shkakton neve braktisja e Kur'anit ose prej dënimit që ka robi, Allahu subhanahu wa taala me vërtet ka përmendur një ajet me vërtet është I vështirë për Zotin. Thot Allahu azza wa jall: "Wa man adlamu", dhe kush është më zullumqari? Pra e ka qujt këtë person I cili do ketë të veprat mrapa më zullumqari. "Wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbi", se sa I person I cili përkujtohet me ajetet e Zotit të tij, pra me Kur'anin. Fa a'rada anha, dhe I ktheu shpinën atyne. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dhe harroi çka ka bë me durët e veta. Çfarë pune ka bë? Inna ja'alna ala qulubihim akinna, ne kemi bërë tek zemrat e tyre mbulesë. I kena mbyll zemrat e tyre. En jefkahuhu, që ata ta kuptojnë. Pra nuk e kuptojnë. Pra shiko e para është prej mos zullumqarve. E dyta Zoti me madhinë e vet ja ka mulu zemrat. Edhe nuk e kuptojnë atë. Wa fi adanihim waqara, edhe në veshët e tyre I kanë bllokuar. Me ndigju të vërtetën, me ndigju të mirën. Kjo sepse I kthyn shpinën fjalës Allahut azza wa jall. Wa in tad'uhum ila al-huda, edhe nëse ti I bën thirrje atyre që të udhëzohen, falan yahtadu idhan abada, dhe kur nuk kanë për të udhëzuar. Kjo s'do të thotë që neve të humbim shpresën, po sa ka prej tyne që I përkujton me ajetet e Allahut azza wa jall, edhe I kthen shpinën. Janë shumë. Mirë, po kjo ka dhe defektonin praktika jone për të qëllë. A kena rreth, a I përkujtojmë neve me fjallën e Allahut azza wa jall. Nuk ka nevoj për shumë. Kur'an, me gjërat qartë, me gjërat tregu. Imagjino. Pra, kthimi kurrizit fjalës së Allahut azza wa jall e boka njeriu që tjetë më zullumqari, e boka njeriu që t'i mbulohet zemra, t'i bllokohet veshi, e nëse e thirraj më kthirret.
e nuk përkujton. Zoti më mandin e vetë, në rujtë. Allahu Azza wa Jall tillë persona i ka konsideruar kriminal. Prap e ka filluar ajetin "Waman adlamu mimman dhukira bi ayati rabbi". E kush është më zullumqar se sa ai i cili kujtohet me ajetet e Zotit të tij, fa a'rada anha dhe i ktheu shpinën atyre, inna minal mujrimina muntaqimun. Ne do të marrim hak prej kriminalëve, dhe shkatërrim kriminalët. E ka qytë ke kriminalët. Allahu me madhnin e vetë u tërheq vëmendjen atyne të cilët e lejnë Kur'anin mëzdore, duke u thonë, e nëse i kthejnë shpinën fjalës së Allahut Azza wa Jall me ndigjue me zbatu atë, ne i kena kërcënu atë me atë se do t'u dërgojmë atë shkëptin të cilën ju a dërgum Adit dhe Thamudit, dy popull që Allahu Azza wa Jall i shkatroi ata më përpara. Subhanallah. Në jetën e përditshme po ti shohësh njerëzit, Zot na fal ya Rabbi, po ti kqyresh me vëmendje, i shef jerm. I shef out fare. Shikoj njerëzit. Hec me makinë, shkojnë jerm. Komsorët, hec, futet para, del para, komplet hutum, larg fare njerëzit. Ç'ne, pse? Ja largu nga drita e Zotit. Nuk është në vete. Thot Allahu Azza wa Jall, shikoje thot. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Dhe ai i cili i kthen shpinën përmendjes time, Kur'anit, ai do të ketë jetë si pleçme. Ai do ketë jetë të sikletshme. Kanë thonë komentuesit e Kur'anit që kjo fjala është fjala e vështirë, banka. Përfshin në vetvete jetën e vështirë, pa qetësi, pa hapi i gjokës, ka ngushtim në kraharor, është i hutum, është kotum kot. Jo vetëm kjo, po ka probleme ke risku, ka probleme ke furnizimi, se ka problem haramin. Riskun e tij ka haram, punën e tij ka të keqe. Imagjino se sa ka përmbledh Allahu Azza wa Jall me një fjalë. Aisha danka. Jetë si kleçme, jetë vështirë, si hyj gjom sy, ndoshta i ka, është me ka lek, ka pasuni, i ka të gjitha të mirat, nuk e shijoj jetën. Si ta shijoj jetën kur është larg Allahut Azza wa Jall? Me çfarë do e shijoja jetën? Para ca kohësh më thoni shoku jon, xhamatlik e xhura, dikush i kishte vrarë veten, edhe përmend shpesh herë këtë histori. Kishte vrarë veten edhe kishte lënë letër. Njeriu si kam borxh, njeriu s'un ka borxh, s'kam hak me njeriu, domethënë, gjosë mungon, më shmërzit jeta. Pse shmërzit jeta? I ke gjitha të mira. E dynjos, ato që shohim neve. Po s'ka pas besimin, pra s'ka pas fjalën e Allahut Azza wa Jall, s'ka pas sejdën që bim. Nuk ka pas sejdën. Të bëmë e qa historia e njonit në Saudi. Ai ka qenë out fare. Themi out. Çdo vend ka të mirë të këtë e letëse. Kur përmenet Saudia duhet me qenë kullub, flari. Nuk janë gjithë ashtu. Mas i vend nuk i gjë ashtu. As kanë qenë kod profetit alayhi salatu wasalam, jo më tjenë të ashtu. Edhe shumë problematik. Boni aksident, paralizohet i gjithi. Vetëm me folmi i kishte gjerë. Edhe e pyetëm në një emision, mirë po u bo thirrës si madh. Mas kësi u bo thirrës si madh. Për kujtu si madh. Edhe i thonë, çfarë dëshiron? Edhe përmeni 3 gjona. Njëra prej tyre tha, dëshiroj të kem mundësi, thot, të bëjsh ai sejdë, thot, edhe mos u çosh më prej saj. A imagjino? Alhamdulillah, sa ka. Ulën në sejdë të bukur. Është mirësi. Pra ai i cili ka siklet, atë që ti e shef jerm në jetën e përditshme që e shef out fare, nuk i shijon asgjë, sepse si do i shijoj kur ai nuk ka marrë ushqimin? Allahu këtë shpirt e ka bëu hynor. Trupin e ka bëu prej dheut, po shpirtin jo.
Trupi ngopet me atë që qit toka, po jo shpirti. Shpirti nuk ushqehet me këtë. Ushqehet me Kur'anin, ushqehet me sejdën. Ka nevojë çaj. Shkoj ke qabja të kapet ke perdet e qabës e çaj aty. Bim sejdë e çaj, aty e ni atë, aty i ni lezetin, aty fillon merr vesh se ku është. Ama po nuk ul në sejdë ku do i gjej rahatin e shpirtit. Po sepse e ka thonë qartë Allahu, ai i cili i kthen kurrizin, i kthen shpirtin, shpinën, ka jetë të sikletshme. Andaj, çdo person i cili ka siklet, reflektoj qik këtu, i ktheu qik, shife i qik derën e xhamisë. I ke pati se si mushën xhamiat për Ramazan, sikur qetësohen njerëzit i qik më shumë. Fillojnë duke qenë se Allah Azza wa Jalla ka bërë mirësim vetë për Ramazanin, është mrekulli. Shejtan prangos dyrë xhenetit, hap me dyrë xhehenemit, mbyll me mirësi, begati, çfarë do më. Edhe njerëzit kanë mundësi më u afru. Edhe i shiko xhamiat plotë, kënaqen, shtohet i qik imani, fillojnë rregullohen shumë. Po kjo duhet me qenë e përhershme, jo vetëm kur vjen Ramazani. Edhe tjetra, po ke një jetë. E do i ketë jetën si keshme në dynjë? Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, dhe do ta ringjallin ditën e kiametit çor, verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma. O Zot, kam qenë me sy, kam pas pa në dynjë, pse më ke nxjerr mu çor i verbër? Kedhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kedhalika al-yawma tunsa. Kështu është se ti u bone qërë ndaj ajeteve tona, i harrova ato, edhe sot këtu harrohesh. Zot na ruaj Rabi. Tjetra dhe dy të funit, kur i thonë dhe dhe mbyllim, inshallah, 3 më njerë, themi, ai i cili largohet prej Kur'anit, Allahu me madhin e vet i çon afër shejtanit. Thot, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. I cili largohet nga Kurani, ne do t'i vejmë atit një shejtan të cilin do ketë mik shok të afërt, do i shkoj pranë. Prandaj thot profeti alayhi salatu wassalam, për atë që lexon surën Bakara, la tastati'uhu al-batala, nuk mundet që të ndërhyn ka ajo shtëpi, ka ai vend, ka ajo zemër e cila lexon surën Bakara për ditë shejtant. Pra njëna mdysh, o do e bosh, do e orientosh zemrën tatë, shpirtin tatë për tek Allahu Azza wa Jall, dhe po e le këtë vend, ka kushtamoshi, po Zoti me madhnin e vet na ruajt për tyre. Thot, pishmalliku ditën e kiametit. Pishmalliku ditën e kiametit. Ku thot Allahu Azza wa Jall, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi, ditë kur zullumqari, dhe përmenim që prej zullumit madh është edhe praktikisja e Kur'anit, do rrit duke hongër. Ke parasysh kur robit i ka hik në një gjë e madhe dhe rrit të hor gishtat, duke i kafshu gishtat prej nati, ashtu do ndodhi me të ditën e kiametit. Dhe e fundit edhe ajo që është problematikja, vëllezër dashur. Ne përmendëm shumë problematika sepse ashtu është realiteti, me thonë të drejtën. Shafaati, ndërmjetësimi. Kur na ndodh në gjë neve, gjëja e parë që bëjmë, qoftë aksident, qoftë një problem në gjë, tak telefonin, një fiqikat e ke komisariati këtë, ka komisariati atje, ke në një ke në gjë, a kupton, në një lartë më kanë hardë këto, jo të kanë hardë bashkise, jo të tatimeve, jo tak fillon miku, shoku, talefi, po mirë si i bëhet gjitha jo rrugë që kena neve ditën e kiametit, e qajmë do të neve? Ka të në pytë, a i qajmë do? Vështirë. Ama, një të vurobin vërë, vjen Kur'ani me agjerimin. Vjen Kur'ani me agjerimin. Imagjinat fiken dritat, edhe dalin një 2 drita, nga ato që janë drita blu edhe vezulluse. Flas zemra. Imagjina vorrin e vogël të ngushtë, edhe një të vu, një të mlu, trak të shfaqen ty, engjil. Melekani ezrakan, ka thot profeti alayhi salatu ezrakan, do të thonë, është ajo drita, boqelle e fortë.
dhe zëlluse, të trenë. Që të bojë robi aty? I vetër, më varë. Në moment që faqet Kurani me agjerimin, imagjina, kur shka edhe ti gjithë fryk, edhe ka kushtot rriqjet. Mëse qaj kapime. I thot, po e flasim me gjuhën, do më thonë për afër. I thonë me legve, but, urt, ndërmjetësojnë, ma qedë, ke pyetje, ke gjithë shka. Thot profeti a.s. ndërmjetësojnë për robin. Mirë Kurani vje kot, apo e ka bo robi veten dhe ka lexu, ka punu me te. Ai kot nuk vje, se ka hapi herë dhe pret, ore ku është Kurani, vi këtu që të ndërmjetësoj mu. Nuk ka mundësi. Pra vjen Kurani dhe agjerimi, bëjnë ndërmjetësim për robin, aty, bëjnë ndërmjetësim ditën e Kiametit, në çdo hap vetes e ka Kuranin me vete, duke ndërmjetësu. Dhe në fund fare e mbyll me grada. Derisa i thuhet robit, iqra wartaqi, lexo, ngrihu, se vendin tat do e kesh në ajetin e fundit që do lexosh. Në ajetin e fundit ke vendin. Tak, hyp në ascensor ti, edhe fillo të lexo Kur'an. Ajeti parë, ka ti parë, ajeti dytë, ka ti dytë, ajeti 100, ka ti 100, ajeti 1000, ka ti 1000, ajeti 6000 e ca, tak, ai katët në gjithën me ajetet e Kuranit. Imagjino, që ke vorë fillon ndërmjetësimi i Kuranit, e derisa të futesh në xhenet edhe të ngrehesh në grada të larta. Po mirë vallë, a mund të na vijë neve ky ndërmjetësim? Nëse neve nuk jemi me Kuranin famlar, valla është e vështirë. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që të reflektojmë sa kena mundësi. Kur thot Sheikh Albani thot nuk është ne kena hyrë me i rrugë thot. Nuk është e rëndësishme të arrish ke funi. Po të partën vdekja të gjej duke ecë. Ke rruga. Nuk është të thonë që ti bësh hafiz Kurani. Po gjej vdekja duke mësu kaj fjalë. Nuk është të thonë që ti dalësh hoxhi madh. Po të gjej vdekja duke po na i hap duke mësu na i diçka. Pra, nuk arrihet gjithçka. Po të paktën me shpirtin që ti po kërkon që të bëhesh diçka, e gjej. Prandaj më kanë kalu bile se kam postu para ca kohësh në Egjipt i bëjnë një festimi kur i dhanë dëshmin një hafize Kurani. A disa vjeç ishte? 86 vjeç. 86 vjeç, maru Kuranin për menç. Hajtë 86 për neve, Zot në faljarëvi, e lusim Allah në bashkërisht në të larta bashkërisht, sallallahu sallim u barik ala rasulina Muhammed. Allah ishë përbleftë,